Kaloj pak te kodi penal. Si po ecin diskutime, zoti Rama ka patur një takim me ministrin francez të drejtësisë, por dua ndalim te një element që më intereson edhe si gazetar, por edhe kolegëve të tjerë, dekriminalizimi i shpifjes. E paralajmëroi zoti Rama, çfarë po ndodh me këto dy pika? Atëherë, për kodin penal, duhet të kuptojmë që kemi dy nisma që kanë ecur paralelisht. Së pari, gjatë vitit 2025 mbyllëm me sukses ndryshimet në kodin penal, ku konkretisht lidhen me kushtet e ndërmjetme të cilat, plotësimi të cilave avancon rrugtimin e Shqipërisë në drejtim të integrimit në familjen evropiane. Dhe këtu përfshirëshin disa direktiva, 7 direktiva të cilat janë adresuar përmes amendime në kodin ekzistues. Dhe sigurisht qeveria shqiptare e gjeti me vend dhe si pjesë edhe diskutimin që ne kemi patur edhe një takim të posaçëm dhe me komunitetin e gazetarëve në Ministrinë e Drejtësisë, ku janë dëgjuar dhe profesorë të ndryshëm të mediave në Shqipëri dhe gazetarë, të cilët kanë shprehur kërkesa, sugjerime, shqetësimet e tyre. Dhe kjo ishte arsyeja se pse Shqipëria vendosi që në fakt të marrë këtë hap politik për të shkuar drejt dekriminalizimit të shpifjes specifikisht për gazetarët, ku konkretisht nëni 120 i kodit penal parashikon konkretisht që nga kjo dispozit përjashtohen nga ndjekja penale gazetarët të cilët në ushtrimin e detyrës tyre zyrtare po raportojnë, dhe nga ana tjetër kemi shkuar më tej akoma në fakt, duke krijuar edhe një mbrojtje të posaçme për gazetarët dhe komunitetin e medias në tërësi, përmes ndërhyrjeve, amendime në kodin ekzistues në nenin 238 që lidhet me kanosjen, duke parashikuar që kjo vepër është e cilësuar, pra dikush që kanos një gazetar nuk do të dënohet njësoj si për një qytetar zakonshëm, sepse një gazetar sigurisht është në krye të misionit tij, që i shërben transparencës dhe ndarjes së informacionit me publikun, dhe sigurisht llogaridhënia është një nga çështjet kryesore dhe prioritetet tona, jo vetëm për Ministrinë e Drejtësisë, por dhe për qeverinë shqiptare.